të bëjt lubin ti. Me leke bën ti atë. Ti paguesh. Ti e avokati paguri Belinda Ballukut. Si ky tjetër me radhë. Jo, ju do të prishni parlamentin për ramen, po parlamenti nuk prishet kur. Parlamenti është i qytetarëve, është i sovranit. Parlamenti do e mbrojë qytetarët. Dhe ti zotëri që rrim të mrapa, e kupton apo jo? Edhe që e regulon vetën si ti të ngjasish Edi Rams, a e di që e bën një figurë me urryer e parlamentit, i e bërë, ta them unë ty jam tonë, sepse e shohin që ju po mbroni hajdutët. Faleminderit zoti Berisha, koha mbaroi. Ka marrë 2 herë kohën, pra nga 2 minuta, 4 minuta. Si o Niko? Ta përfundoj fjalën. Okej. Zonja Evis Kushi. I nderuar kryetar, të nderuar koleg, e kërkova fjalën sepse bazuar në nenin numër 6 të kodit të sjelljes së deputetit, kërkoj nga të gjithë deputetët e opozitës, jo vetëm gratë dhe vajza deputete, po nga të gjithë deputetët, që të distancohen nga gjuha fyese dhe seksiste e përdorur nga deputeti Sali Berisha. Është e papranueshme, është e patolerueshme. Po ju a lexoj nenin 6, gjuha jo parlamentare dhe diskriminuese. Përdorimi në kuvend i gjuhës së pahishme, fyese ose kërcënuese, ofendimet dhe sulmet fizike personale janë rreptësisht të ndaluara. Prandaj është në nderin tuaj, po edhe në nderin e këtij kuvendi, që të distancoheni menjëherë nga kjo gjuhë fyese. Ne nuk mund ta mbajmë këtë turp, prandaj ju takon të gjithëve të distancoheni. Faleminderit. Faleminderit për replik zoti Bido, më pas zoti Berisha. Ka kërkuar fjalën zoti Ardit Bido për replik. Më pas ju. Po pra, po pas zotit Bido se e përmendët ju më parë. Fillimisht zoti Ardit Bido. Është mirë në fakt që ju kam shumë afër për t'ju thënë që sa më shumë s'ka nevojë të më mbrojnë. Po të mbrojnë. Ja, shiko si po të mbrojnë. Shiko si po të mbrojnë. Po të mbrojnë. Po edhe këtu. Zoti Berisha, lironi mikrofonat. Ju lutem, lironi mikrofonin dhe merrni fjalën për replik pas zotit Bido. Gjojnë shqiptarët. Është e vërtet që unë jam i paguem nga qytetarët shqiptarë për të përfaqësuar. Tani drejt për drejt ju pyes, sy më sy ju pyes. Kush ju ka paguar që naftën t'ja jepni Serbisë me që sot flasin për Kosovën? Kush ju ka paguar që fëmijët shqiptar, minorenët shqiptar, ti përdorni mish për top, duke i quar në protesta për të hedhur molotov, për të dhënë të lloj shembulli mbi qytetarët shqiptar, për të dhënë të lloj shembulli ndaj rinisë shqiptare. Sy më sy dhe përballë, përgjigjuni sot se kush ju ka paguar që të bëni të zezat mbi Shqipërinë. Unë jam Ardit Bido, i zgjedhur nga qytetarët shqiptar. Ju jeni lënë në opozit dhe do të mbeteni jo në opozit, po do të zhdukeni me votën e shqiptarve, sepse të zeza që i keni bërë këtij vendi nuk i shlyeni dot jo në këtë jetë, po as në jetën tjetër. Replik zoti Berisha më pas. Mos dini se edhe ju shohin familjarë tuaj, miq tuaj që mbroni hajdut. S'keni nevojë të mbroni këta. Lerni, e pat, i pat do më thënë se çfarë janë në gjendje të bëjnë. Papi Turpi, zonja vjen këtu, edhe thot drejtoresha ime e preferuar nuk është arrest shtëpie, gënjeve,
që nga detyrim paraqitje edhe në nëhetim nga prokuroria. E kuptoni ju? E kuptoni? Jo, gënjeve nuk është arrestpije, zonja është në nëhetim, gjykata ja la detyrim paraqitje dhe ju e mbani në detyrë për turpin tuaj. Por sigurisht do ta mbroni ju Arta Dollanin, se do mbroni dhe pikën e vogël të Butrintit, pikën e voçkël, ndjes, pikën e voçkël, ta themi siç është. Do ta mbroni se keni Arta Dollanin dhe përfshir aty, po do ta mbroni Arta Dollanin edhe për trafikun ndërkombëtar të mbetjeve, për turp të Zotit. Dhe vjen këtu dhe për çfarë krenohesh ti, që është bërë Shqipëria lajm ndërkombëtar për mbetje të rrezikshme? Për këtë krenoheni ju, zonja ministre? Për çfarë krenoheni? Për krenoheni ju për arsimin, e përmend brezat e familjes tënde? Për çfarë? E diti ku jemi në Pisa? Jemi në fund të tabelës? Për çfarë krenoheni ju? Vjen këtu dhe gënjen dhe parlamentin. Drejtoresha ime preferuar nuk është arrestpije, që nga detyrim paraqitje, pas kam gënjur unë. Më zonjë, do e shkarkosh apo jo, s'pate guximin ta thuash të gjë. Si mundet ju të thoni këtu që një drejtoresh në nëhetim me akuzë nga prokuroria, detyrim paraqitje nga gjykata për trafik ndërkombëtar të lëndësh të rrezikshme, do zgjidhni hallet e arsimit para universitarëve të dhunës së shkolla. Si është kjo? Ma shpjegoni ju, si është kjo? Kjo është fiks si pika e voçkël. Kjo është fiks si standardi juaj I mjedisit, ku shqiptarët mbajnë në tokën e tyre 2100 ton mbetje të rrezikshme dhe kjo gjë është bërë në vite sipas prokurorisë dhe keni qenë ju ministre gjatë kohës që është bërë ky trafik ndërkombëtar mbetjesh të rrezikshme. Ndaj zonja Kumbaro, fati juaj politik do jetë ndryshe nga shumë kolegëve tuaj. Ju do mbani përgjegjësi, po mbi të gjitha zonja ministre do jetë kjo. Do mbani mend se sa mediokre jeni. Zonja Xhixho, keni edhe 3 minuta. Të nderuar koleg, dua ta vazhdoj aty ku e la kolegu. E kuptojmë çfarë modeli po I ofrojmë trimve? Drejtoresh në hetim, me detyrim paraqitje vazhdon detyrën. Dhe flasim për arritje të arsimit. O e kuptoni ku kemi shkuar apo se kuptoni? Si më mund tri një drejtoresh që është në hetim detyrim paraqitjen kryet detyrës drejtoj arsimin? Si një zvëndës kryeministre në hetim në akuz vazhdon tenderat, vazhdon punësimet, çdo gjë tjetër. Ç'është ky normalitet? Zonja ministre, ju pyeta, çfarë qëndrimi keni, çfarë t'i themi në fëmijëve, kush është qasja juaj për barazim para ligjit? Si është qasja juaj për barazim para ligjit, zonja ministre, që mbani peng një kuvend të tërë? Çfarë cilësie arsimi dhe çfarë sigurie kur ju nuk adresoni asnjë nga çështjet e kontrollit lartë të shtetit, që ju ka nxjerrë zbuluar me gjetjet e tij? Asnjë përgjigje, asnjë llogaridhënie. Dhe thoni pastaj, po protestojnë njerëzit, të protestojnë njerëzit, patjetër, mos revoltohen njerëzit. Po këtu ka arritur maja e icebergut, ku jo vetëm antarët kabinetit mbrohen, por edhe drejtoresha, që duhet jenë model në arsim, as shkarkohen, as japin dorëheqjen. Patjetër, unë e kuptoj, lidhja e krimit me politikën, vjedhja e zgjedhjeve për të mbajtur pushtetin, është përgjigje e gjithë kësaj situate, ku nuk kuptohet që ai që është sovrani dhe para cilit duhet jep një llogari, se kjo interpelancë nuk është thjesht një përgjigje ndaj deputetëve. Kjo është një përgjigje për shqetësimin e qytetarëve, që kështu gjithë cilësia në arsim
është i rënë, kur ju sot ofroni këto modele dhe nuk jepni asnjë përgjigje. Dhe këtë nuk e flas unë, kur flas për arsimin nuk flas as si politikane, as si dikush tjetër. Flasi një person që ka 20 vjet që investon në arsim, edhe që është pjesë e sistemit arsimor. Por degradimi që ju keni bërë ju arsimit është i pa imagjinueshëm. Dhe mos përgjigja juaj në këtë seancë. Faleminderit, këtu përfundon edhe zhvillimi interpelancave të kërkuara. Pika e 5 të rendit ditës, seancë pyetje përgjigje me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, zonjën Evis Sala, kërkuar nga deputeti Erion Braçe. Pyetja drejtuar ministres së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale janë: përse nuk është në funksion të plot dhe në shërbim qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore qendra shëndetësore në rrugën Irfan Tomini, njësia administrative numër 5 Tiranë, dhe cilat janë planet tuaja për ta rikthyer sa më parë pranë qytetarëve të kësaj zone? Dhe pyetja e dytë, sa qytetar ndarë sipas grup moshave merrnin shërbim shëndetësor në këtë qendër para se ajo të mbyllet, dhe sa qytetar ndarë sipas grup moshave nuk kanë marrë shërbim shëndetësor prej muajit gusht 2025, kur kjo qendër është mbyllur? Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nerin 95 të rregullores. Zoti Braçe, keni të drejtën për të parashtruar pyetjet deri në 2 minuta. Faleminderit kryetar, nderuar ministre, shumë faleminderit për prezencën këtu. Dhe natyrisht, faleminderit edhe që do të përgjigjeni edhe do të synojmë gjejmë zgjidhje për një problem që është shqetësim real, shqetësim jetik, e që lidhet me banorët rreth rrugës Irfan Tomini, një lagje shumë e gjerë që fillon tek pallati me shigjeta e vjen deri tek rruga ndarse me Selitër. Janë një numër i konsiderueshëm banorësh atje, për mbi të gjitha do doja të theksoja faktin që janë një numër i konsiderueshëm edhe të smurësh kronik, po edhe në moshë të madhe, të cilët do e mos e para ka nevojë për shërbim shëndetësor, dhe e dyta që është po kaq e rëndësishme, duan që ta kenë këtë shërbim shëndetësor sa më pranë vendbanimit të tyre. Për shkak se në moshën 70, 75, 80, 85 vjeçar, të cilët unë i kam gjetur, i kam takuar atje, patjetër që është e domosdoshme afërsia me qendrën shëndetësore me qëllim që të kenë një akses të plotë në shërbimin shëndetësor, veçanërisht për element jetik të këtij shërbimi, siç janë edhe vizitat mjekësore, recetat e rimbursueshme që duhet firmosen muaj për muaj, por në krahun tjetër edhe për injeksione, të cilat janë jetike për ta, siç janë jetike edhe për më të rinj se ata, e veçanërisht fëmijë. Në një situatë siç kjo, ku jemi në pikun edhe të gripit. Është themelore patjetër siguria për këta njerëz në radhë parë, dhe natyrisht siguria e ambienteve ku ofrohet shërbimi shëndetësor patjetër që është jetike, po në krahun tjetër çdo element i tillë, siguria nuk duhet cënojë aksesin e plot të këtyre njerëzve. Dhe pyetja që kam është shumë e thjeshtë. Kur do të vendoset shërbimi shëndetësor po përsëri në lagjen ku këta njerëz marrin banojnë dhe duhet marrin shërbim shëndetësor? Faleminderit. Faleminderit zoti Braçe. Zonja Sala, keni drejtën për të përgjigjur deri në 5 minuta. Zonja ministre. I nderuar zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet. Falenderoj së pari deputetin Braçe për pyetjen dhe për interesimin. Kur bëhet fjalë për shëndetin e qytetarëve, çdo rast i sjell na jep mundësinë të verifikojmë shqetësimin dhe të zhvillojmë një optik më të gjerë për sistemin. Në lidhje me pyetjet e adresuara, më lejoni t'ju informoj se së pari dua të theksoj qartë se pezullimi i aktivitetit në ambientin ekzistues të kësaj qendre shëndetësore ka qenë rezultati i rekomandimit të akt ekspertizës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit si institucion përgjegjës për vlerësimin e sigurisë strukturore të objekteve publike. Sipas kësaj ekspertize,
Godina e qendrës shëndetësore numër 8 në rrugën Irfan Tomini nuk garanton kushtet minimale të sigurisë për vijimin e aktivitetit shëndetësor. Ndaj është rekomanduar ndërprerja e menjëhershme e përkohshme e shërbimeve në këtë ambient dhe rifillimi i tyre vetëm pas marrjes së masave përkatëse teknike dhe ndërtimore. Bijem të gjithë dakord se siguria strukturore është parakushti themelor për ofrimin e shërbimit shëndetësor publik. Së dyti, është e rëndësishme të qartësohet se komunitetit i është garantuar vazhdimësia e shërbimit shëndetësor, që prej muajit shtator 2025, të gjitha shërbimet për banorët të cilët mbuloheshin nga qendra shëndetësore numër 8-3 janë transferuar në mënyrë të përkohshme, e theksoj të përkohshme, dhe ofrohen pa ndërprerje në qendrën ambulatore Vasil Shanto, me kapacitete të plota mjekësore dhe infermierore. Ofrimi i shërbimit u transferua vetëm 850 metra më larg, qendër ku ishte planifikuar konsultori nënës dhe fëmijës. Ky proces transferimi, që e theksoj është i përkohshëm, është shoqëruar me një njoftim para prak zyrtar të pacientëve me telefon për të gjithë të sëmurët kronik, afishim të informacionit në hyrje të godinës. Të dhënat e agreguara që reflektojnë vijshmërinë e shërbimit shëndetësor tregojnë se, së pari, vizitat mjekësore, shërbimet për fëmijët dhe të rriturit, si dhe procedurat infermierore kanë vijuar pa rënje të volumit apo të cilësisë së shërbimit. Para transferimit në atje ku është tani, kjo pikë shërbente rreth 15.957 qytetarëve, pas transferimit për rreth 15.960 qytetarë. Pra, shërbimi shëndetësor ndaj numrit të pacientëve mbetet praktikisht i pandryshuar. Shërbimi ofruar i ndarë sipas grup moshave është si më poshtë. Shërbime pediatrike, pra 0 deri në 18 vjeç, i është ofruar 12.563 pacientëve, dhe shërbime për adult, pra mbosha mbi 18 vjeç, i është ofruar 3.394 pacientëve. Për vitin 2025, sistemi e vizita relaton 119.000 vizita të kryera ose mesatarisht 9.900 të tilla për çdo muaj. Muaji janar 2026 numëron mbi 11.000 vizita, që tregon një trend normal funksionimi në tërësi të qendrës. Këto të dhëna konfirmojnë se aksesi në kujdesin shëndetësor nuk është cënuar pavarësisht pamundësitë dhe vështirësitë për të përdorur strukturën fizike në fjalë. Së treti, stafi mjekësor dhe infermieror kanë qenë në gatishmëri të plot edhe për ofrimin e shërbimit në banesë, veçanërisht për kategoritë që ju përmendët, më vulnerabël të popullsisë. Në këtë kuadër, pacientët kronik, kryesisht të moshës së tretë, janë pajisur me mjekime për një periudhë më afatgjatë deri në 6 muaj, duke shmangur nevojën